të dukshëm perceptimin dhe imazhin e publikut në botë që vende si Kina, për ironi të fatit, sa autoritariste apo diktatoriale mund të kenë, por që me një ekonomi të lirë tregu, mund të ofrojnë si alternativa të cilat mund të bashkëpunosh dhe mos të pushtohesh apo të vidhen resurset nëpërmjet një agresioni ushtarak. Çfarë dëmi ka Kina dhe Rusia nga një keq qeverisje apo një organizatë kriminale e cila qeveris një apo dy vende në Amerikën e Jugut. A preket nga droga, a preket nga krimi organizuar, a preket nga trafiku e armëve, a preket nga Më lër vetëm 2 sekonda të çmitizojmë. Jo, pra jo, se duhet me parë, sepse nëse Kina e Rusia ka vetëm përfitime ekonomike dhe shfrytëzon të mirat atij territori dhe emigracioni dyndet e gjitha në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, krimi organizuar dyndet e gjitha në Shtetet. Amerika është i themeluar me emigracion. Me emigracion të kontrolluar, jo me një emigracion i cili kryen shtypje. Duhet ta trajtojmë si duhet. Pra, Rusia dhe Kina janë vende përfituese nga çorganizimi i shteteve që janë në Amerikën e Jugut. Edhe në vende të tjera, të cilat nuk janë vende kufitare. Përkundrazi, është treguar një histori që shtetet e dopta në detin e Karajibëve dhe në Amerikën Latine kanë shërbyer pikërisht që Shtetet e Bashkuara të implantojnë qeveritë të tyre kukull besnike dhe të rrëzojnë ato qeveri të cilat sovraniste, të cilat kanë dashur të bëjnë interesin e tyre kombëtar në ndërkombëtar. Duhet qeveri sovraniste. Okej, do të shkoj te zoti. Jo, mund ta ezorojmë. Nuk e di. Do ta ezorojmë. Do të shkoj te zoti Robelli. Zoti Robelli, mirëmbrëma edhe një herë. Mirëmbrëma. Para se t'ju adresoj pyetjen, do doja që të silla në vëmendje një njoftim të fundit që më sjell kolegja nga Venezuela, Sisi De Flavis, e cila më shkruan: "Përshëndetje Andrea, do doja shumë të bëja intervistë, megjithëse situata në terren po përkeqësohet. Sot ka patur një komunikim kombëtar ku thuhet se policia kombëtare mund dhe do të ndjek penalisht çdo që ka folur për sulmin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Unë kam qëndruar neutrale në raportimet e mia duke u mbështetur vetëm në fakte, por qeveria e Maduros nuk pajtohet me gjithçka që kam thënë, si për shembull mos respektimin e rezolutave të zgjedhjeve të vitit 2024, duke u bërë kështu atë një president të palishëm. Siç e dini, në Venezuelë nuk ka liri shtypi." Po bashkëngjisë dhe komunikimin në spanjisht thot dhe bëhet fjalë për një nen i cili është neni 5, organet e policisë kombëtare rajonale dhe komunale duhet të ndërmarrin me njëherë kërkimin dhe arrestimin në të gjithë territorin kombëtar të çdo personi të përfshirë në promovimin ose mbështetjen e sulmit të armatosur të Shteteve të Bashkuara kundër territorit të Republikës, me qëllim që ai person t'i dorëzohet prokurorisë dhe sistemit të drejtësisë penale për gjykimin e tij, duke garantuar respektimin e të gjithë garancive procedurale që lidhen me procesin e rregullt ligjor dhe të drejtën dhe mbrojtjen. Pra ky është një tjetër ligj, ka ligji i fundit pra në Venezuelë, ku flitet për një situatë akoma dhe më të rënduar. Si artikulli 5 i NATO-s. Po, si artikulli 5 i NATO-s. Ushtarake nëse zbatohet ky nen pastaj në po zbatohet konkretisht në terren, më ka nisur edhe një fotografi, e kam nisur regjistri, ju lutem. Tu pastaj mund kemi ndryshuar Një pyetje ndërhyrje ushtarake me miratimin e Kongresit apo pa miratim? Ktu mund kemi ndryrë edhe me miratim të Kongresit, sepse deri tani kemi qenë në një fazë në një operacioni. Ja, kjo është edhe një moment, një foto ekskluzive që ne ka nisur kolegja nga Venezuela, ku forcat e armatosura janë në terren dhe po kontrollojnë çdo automjet dhe po ndalojnë çdo person të dyshuar i cili ka folur pro rrëzimit të Maduros ose ka festuar pro këtij lajmi. Ne këtu jemi të sigurt. Diktatur, jemi të sigurt. Deri tani. Zoti Robelli. Tani kaluan 40 minuta dhe shumë gjëra u thanë natyrisht, por do doja të rriçja vëmendjen e disa gjëra të cilat besoj nuk u përmenden. Këtu në radhë parë kemi një përballje mes moralit dhe të drejtës. Në kuptimin moral askush nuk mund të vajtoj pse Maduro është ku është tani, domethënë në qeli në New York. Një diktator i cili ka vjedhur 2-3 palë zgjedhje, ka terrorizuar mira njerëz, ka shtypur opozitën, ka shtyrë mbi 7 milion bashkombas të tij të emigrojnë në botën e jashtme, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një anë. Ana tjetër është e drejta ndërkombëtare dhe mua më duket pak e çuditshme me çfarë lehtësie kalohet kjo. Sepse nëse sot i duart trokasim aktikisht kidnapimit të një presidenti,
i cili është edhe diktator, po e ushtronte atë detyrë, atëherë do doja të shtikja si do të ishte entuziazmi i politikanëve shqiptarë, për shembull, në Tiranë dhe në Prishtinë, nëse nesër befastisht Donald Trump e shpallë Grenlandët si pjesë të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Nga do t'ja mbaj Shqipëria atëherë, për shembull, Shqipëria është anëtare e NATO, sa do të përkrahë integritetin territorial të Danimarkës.